Po kush e elmoi kryeministin e parë të shtetit shqiptar dhe babain ton themelues të këtij shteti? Vrasit shqiptar kanë bler kafexhiun që përgatiti kafen për Ismail Beun dhe djalin e tij Ethem Beun. E bie pronar më ka treguar se Jati vdiq me një peng, që ishte elmimi dhe jo vdekja natyrale e Ismail Qemali. Janë fjalët e historianit Pardhosh Gaçe. Është një historian serioz, i besueshëm, e profil të lartë, jeton në Vlorë, nuk është e thënë të jetojnë në Tiranë, se nuk është e thënë që të mençurit e Shqipërisë jetojnë vetëm në Tiranë. Është një historian punëtor, guxoj të them që edhe shumë materiale të tij janë vjedhur, janë përvetësuar. Por Pardhosh Gaçe është nga njohësit më të mirë të historisë së periudhës së pavarësisë dhe jo vetëm. Është një historian që të gjithë duhet kemi respekt për të. Po kush e donte vdekjen e Ismail Qemalit? Armiku numër 1 i Ismail Qemalit ishte Esad Pashtoptani, që jo vetëm nuk e aprovoi qeverinë e Vlorës dhe nuk pranoi ofertën e Ismail Qemalit për të bërë pjesë e qeverisë, por bëri dhe një akt të pistë, të ndyrë. E them këtë, sepse disa biograf modern të Esad Pashtoptanit nuk e përmendin fare që ai krijoi një qeveri paralele, o popull. Qeveria e Ismail Qemalit në Vlorë, ajo qeveria e parë, pas disa muajve, kishte edhe një qeveri tjetër në Tiranë të Esad Pashtoptanit. Shqipëria kishte 2 qeveri. E kuptoni çfarë ka bërë Esad Pashtoptani? Kush është ai që thotë që Esad Pashtoptani ishte burr i mirë, ishte patriot? Ja prapë, mjafton kaq. Paradoksale është që armiqt e Ismail Qemalit, ose Ismail Vlorës, më saktë është Ismail Vlora, e kam shpjeguar në librin e Historia e 33 kryeministëve që mbiemrin e tij u ndryshoi me vendim të posaçëm dhe e kam shpjeguar në vitin 2012. Disa studius ose profan që e thonë këtë edhe në studio, po nuk i referohen, ju them thjesht modestisht, sepse një gjë, kur nuk është e jotja, nuk është e jotja. Qëse është e jotja, bravo, bujrum. Po refero, se një studius serioz ka referenca, që i referoj tjera, ka dhe gjërat e vetë. Dhe unë jam krenar që kam botuar certifikatën e familjes Vlora, Ismail Vlora, edhe të tjerë Vlora. Dhe certifikatën tjetër që është ndryshuar, është vënë vizë mbiemrit Vlora dhe ka vënë Qemali, Ismail Qemali. Ismail Qemali ishte mbiemri i mezit. Armiqtë e tij ishin familja Vlora, pra brenda familjes. Unë nuk dua të hyj kësaj, sepse është një çështje jo pak e koklavitur, dhe nuk kam bindjen, e theksoj këtë, nuk kam bindjen që Syria Vlora, Qembe Vlora kanë gisht në vrasjen në elmimin e Ismail Qemalit. Nuk kam bindje për këtë, dyshime kam, por nuk kam bindje, dhe kur nuk kam bindje, unë nuk mund ta them këtë gjë, ndonë se disa janë të bindur, por unë nuk e kam këtë bindje dhe nuk e kam guximin kur nuk kam bindjen. Unë kam guximin kur kam bindjen. Bindja që Ismail Qemali është helmuar, më bën që të kem guximin të them ata e kanë vrarë. Pik. Domethënë këtu nuk ka dyshim. Nuk vdiq nga hemorragjia cerebrale Ismail Qemali. Vdiq nga elmimi. Kulmi është kur e Qembe Vlora rrëfen gati me imburje se nuk ishte pjesëmarrës në momentin e shpalljes së pavarësisë. Unë e thashë më lart. Ajo është një pjesë shumë e diskutueshme. Ai ishte në Himar, edhe pse ai shpreh konsiderat të jashtëzakonshme për Xhaxhain e tij. I thoshte Xhaxha, po Syria ishte çun Xhaxhai me Ismail Qemali dhe ky i biri i Syriait e qermi i thrisë Xhaxha. Në momentin kur ishin rival për deputet të Vlorës, Syria Beu thot një frazë shumë të rëndë për Ismail Qemalin. 1908. Dëgjojeni. Nja 100 vjet vlonjat, nja 100 vlonjat kishin vajtur në bari për të pritur Ismail Qemal Ben. Pritën një javë dhe u kthyen në Vlorë kur mësuan se njeriu që prisin shkoi në Athinë në udhë të Napolit. Shqiptarët janë si foshnja, të paditur dhe pa opinion. Syria Vlora gjithmonë, sa arriti trupi barit, një 20 vet, vanë dhe pritën në Korfuz. Kur arriti në Vlorë dhe ata që se donin i duan përpara për ta pritur. U afën 10 topa, gjithnjë kuajt e qeres kur hyri Ismail Qemali dhe i morën në krah, pra hoqën kuajt dhe karrocën me Ismail Qemalin e mbajtën në krah. E ka bërë Vlora këtë akt. Vlonjatët e dinë se çfarë njeriu është Ismail Qemali, po i bëjnë gjithë kundër Ferit Pashës. Do të thënë ta ulësh kaq shumë
Ismail Qemalin dhe këtë e bën Surja Vlora, nuk është vetëm xhelozi. Mbyllet sikur Surja Vlora ta kishte armik Ismail Qemali, vazhdimi i kësaj shkon çfarë thotë. E çka ky njeri, për Ismail Beun, që e presi me saltanete, a mos ka çifligje pallate, leqë s'ka sjell gjë, por është mbytur edhe në borxhe në hotelet e Evropës, ku ka rënduar si vagabond, ku ka rendur si vagabond. I thot Ismail Qemalit vagabond, Surja Vlora. Pa duan ta zgjedhin dhe deputet. Kjo nuk është xhelozi, kjo është urrëtie. Por armiku akoma më i madh i asaj kohë Ismail Qemalit ishte Vajkonica, unë e përmendëm në fillim, i cili si gjithmonë e ngjyen atësit, s'falte, Faiku po të sulmonte, domethënë të ekzekutonte. Ja çfarë thot ai në gazetën Dielli 14 janar 1922. Shqiptarët kishin zakon të thoshin se shpëtimin dhe përparimin e shtetit ndalojnë 3 veta: Esati, Bibdota dhe Ismail Qemali. Njëri nga këta vdiq, 2 u vranë, që të 3 u zhdukun. Se më parë kishin një balans të tiranisë së Shqipërisë, despotizmin e Esatit në mes, intrigat e Bibdotës në veri, gënjeshtat e Ismail Qemalit në jug rëndonin njëra pas tjetrës. Kur shkruan Bibdota me Ismail Qemalin, duall në ato vende një grup tiranësh dhe vagabondës, të cilët menjëherë balancuar tiranin e Esatit. Jo acid, po nuk e di. Tentativa për vrasje për Ismail Qemalin ka pasur përpara se të vdiste. Dhe kanë qenë 3 tentativa. E para, 7 shtator 1901, sultani kishte kërkuar kokën e tij si mik i Mithat Pashës, të cilin e vrau. Falëndimës që ambasadori anglez në Stamboll, N.O. Kona, i dha Ismail Qemalit bashkë me familjen e nxorur nga kryeqyteti perandorist në Stamboll, në cilën e priste vdekja e sigurt. Tentativa e dytë ishte të bënte me Gani Toptani, vllajën e Esat Pashtoptanit. Dëgjoni me vëmendje këtë. Vllai i Esat Pashtoptanit në Stamboll, sipas dokumenteve, përveç se pjesë të turprojës, Ganiu ishte pjesë të turprojës së sultanit, ishte edhe agenti i sultanit perandorisë osmane dhe nuk kishin të pakta rastet kur Ganiu kishte kryer vrasje me porosi të tij. Pra, Gani Toptani, vllai i Esat Pashtoptanit, një djalë bukurosh për kohën, dhe ishte edhe një playboy me fjalorin e sotëm. Ai ishte bodyguard i tij, po ishte edhe pjesë e shërbimit të krejt. Ai ishte ekzekutor, vri këtë, e vriste Ganiu, sipas porosive sultanit. Po ka një ngjarje. 2 miqtë e Ismail Qemalit i thanë se sultani kishte urdhëruar, i thanë Ismail Qemalit që sultani kishte urdhëruar Gani Toptanin për ta vrarë. Në bisedë sipër i kishin thënë që Ismail Qemal Vlora se Ganiu i kishte garantuar që edhe pse sultani kishte dhënë urdhër, ai nuk do ta vriste Ismail Qemalin. Në të kundërt do arratise ose do vriste veten. Pak kohë më vonë Gani Toptani u